U përfol se u kap me tërmet peci në makinë, reagon Elda Xhakollari. Shpifje, dinjiteti im s'është në shitje. Me një shënim të gjatë publik ka reaguar Elda Xhakollari lidhur me lajmet që kanë qarkulluar në media për një situatë skandaloze me saj dhe tërmet peçit, cilin ajo e mohon kategorikisht. Xhakollari thot se gjithçka është publikuar në media për të është shpifje, ndërsa shton se dinjiteti i saj nuk është as pak në shitje. Ja dhe reagimi plot i Elda Xhakollarit në rrjetet sociale. Fjalët më janë mbërthyer në shpirt, por tani duhet të dalin. Prej disa ditësh janë bërë subjekt lajmesh të pavërteta dhe shpifse që kanë qarkulluar nëpër portale dhe rrjete sociale. Një situatë thjesht pune është keq interpretuar, është nxjerrë jashtë çdo konteksti dhe është kthyer në një histori që nuk ka lidhje me realitetin tim. Ajo që më dhe më shumë nuk është thjesht përmbajtja e këtyre lajmeve, por dëmi emocional që ka shkaktuar tek unë, familja ime dhe mbi të gjitha tek dy fëmijët e mi të mitur. Ata nuk e kuptojnë pse nëna e tyre përflitet, pse njerëzit flasin pa ditur asgjë, pse dikush shpif, por ata e ndjejnë gjithçka dhe kjo më copton më shumë se çdo gjë tjetër. Unë nuk po kërkoj mëshirë, por kërkoj drejtësi dhe ndjeshmëri. Po kërkoj që njerëzit të mos gjykojnë pa ditur, të mos lëndojnë pa arsye dhe të mos shpërndajnë lajme që shkatrojnë jetë të vërteta. Asgjë nga ato që është thënë nuk është e vërtetë. Dhe çdo hap i nevojshëm ligjor është duke u ndërmarrë, jo për hakmarrje, por për të mbrojtur të vërtetën dhe për të thënë mjaft më. Për më tepër, dua të theksoj qartë se bashkëshorti im nuk ka bërë asnjëherë deklaratat që thuhen nëpër media. Çdo fjalë që pretendohet se është thënë prej tij është trillim dhe për këtë çështje do të ndiqen të gjitha rrugët penale dhe civile kundër autorëve të shkrimeve shpifse si dhe atyre që i kanë shpërndar. Ky është një sulm i koordinuar, i ulët dhe i tmerrshëm, jo vetëm ndaj meje si njeri, por edhe ndaj familjes time dhe veçanërisht ndaj fëmijëve të mi të mitur, të cilët janë ekspozuar padrejtësisht ndaj kësaj dhune publike. Nuk do të lejoj maskën të më përdor si kavje për të gjykuar nëpër portale që bëjnë lajme me kafe, me komente Facebooku. Asnjë hap nuk do të mbetet pa u ndjekur. Dinjiteti im, puna ime dhe familja ime nuk janë për tu prekur dhe çdo njeri që ka menduar të më godas dhe do të përballet me forcën e ligjit. Ky nuk është vetëm një sulm ndaj meje si individ, është një atentat ndaj të drejtës për privatësi, ndaj etikës dhe mbi të gjitha, një përpjekje për të më gjykuar publikisht pa asnjë provë. Në mungesë totale të së vërtetës, familja ime është lënduar rënd dhe ky dëm nuk do të kaloj pa u trajtuar institucionalisht dhe ligjërisht. Unë nuk do të hesht as një portal, as një komentues, as një njeri që mendon se mund të përdor lirinë e fjalës si armë shpifje, nuk do të mbetet pa përgjigje. Dinjiteti im nuk është në shitje, e vërteta do të dalë dhe drejtësia do të vihet në vend. Është shumë e lehtë të gjykosh dikë pa ditur të vërtetën, është shumë e lehtë të bësh moralistin, është shumë e lehtë të shkruash dhe të shash pas atij telefoni dhe shumë të tjera, por nuk është as pak e lehtë të përballosh diçka të tillë, por po e bëj për fëmijët e mi, për dinjitetin tim dhe për çdo njeri që është gjykuar padrejtësisht në heshtje. Ju lutem, në vend që të përhapni dhimbje, përhapni mirëkuptim, përhapni kujdes. Shpifja nuk është lajm, shpifja është dhunë. Unë jam më shumë se një titull portali, jam një nën, një bi, një njeri. E them me zë të plotë, gjithçka që është publikuar për mua është e pavërtet. Një shpifje, një padrejtësi. Faleminderit nga zemra të gjithëve që më kanë qëndruar pranë me fjalë mbështetje dhe dashamirësi. Kjo gjë ka rëndësi më shumë se ç'mund të përshkruaj, kurse për atë pjesën tjetër që gëzuan për dhimbjen e një femre, bie, nëne, ju them vetëm diçka. Do vi dita që do t'ju vi turp nga vetja, unë s'jam si ju, edhe pse më vrat, nuk më bëni dot si vetja.